Ndërtimi i kullës 35-4 në qendër të qytetit të Shkodrës ka sjellë reagimin e komuniteteve fetare. Myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari dhe drejtuesi i Kishës Ortodokse At Nikola Petani zhvilluan një takim këtë fillim jave për këtë problematik. Ditët e fundit apo vitet e fundit, apo thuj dekadat e fundit, që unë t'jem korrekt me ju edhe me kretë ata që na ndjekin, ne bashkarisht kemi një problem shumë të madh, të cilin me habi të madhe e ndjekim se si zhvillohet dhe se si institucionet e vendit tonë çuditërisht dhe paradoksalisht nuk japin zgjedhje dhe që është zaptimi i një prone që është prone përbashkët e dy komuniteteve tona, por jo vetëm, e familjes Laçe e tjerë. Një tematik që ju të gjithë e dini, çështja e vakëfit edhe pronës së kishës tek Hotel Rozafa, ku kohëve të fundit është lajmëruar ndërtimi i një godine ndryshe nga gjitha ndërtimet në qytetin e Shkodrës, dhe që ne nuk kemi dieni për këtë. Dhe si është e mujtën që prona legjitime e dikujt, në rastin konkret e dy komuniteteve më të mëdha në Republikë, nuk i kthehet të zotëve e njëkohësisht i certifikohet dikujt tjetër që të ndërtojë një ndërtesë çdo qoftë ajo. Kjo është paradoksale, është e çuditshme, është e papranueshme. Toka mbi të cilën po ndërtohet kulla është në proces gjyqësor për mbi 35 vite. Kemi 35 vite që jemi në gjyq për të përfituar pronën tonë. Së fundmi, ka rreth 7-8 vite, 10 vite, që gjykata kushtetuese mori vendimin që ajo pronë i takon pronarëve të tokës dhe VKM-ja e nxjerrur në atë kohë, pra, ka dalë ashtë antikonstituse. Duke dalë antikonstituse, bjen çdo gjë, bjen poshtë çfarë do lloj gjyqi që mund të kenë bërë, mund të kenë fituar, mund të mos kenë fituar. Pra, po jemi lodhat shumë. Sa tani në ka ardhur, si thonë edhe në majtë hunës, edhe jemi të detyruar dhe si sta dhe meftia, ndoshta edhe duke na marrë në përgoj, ndoshta edhe duke na hyrë apo duke na sharë, megjithatë s'ka gjë, është prona e Zotit. Unë di diçka. Unë di vetëm diçka që në ligjet e aty ku do na hina në Bashkimin Evropian, 3 ligjet e para janë: liria, feja edhe prona. Zona ku parashikohet të ndërtohet kulla është objekt mosmarrveshjesh prej më shumë se 2 dekadash me pretendime pronësie nga Myftinia e Shkodrës, Kisha Ortodokse dhe familja Laçaj. Proceset gjyqësore janë ende në vijim edhe sot e kësaj dite.